Përpjekje veçish merituara? Më pëlqeu shumë një... Në qoftë të se, do kishte qenë një biz. Do ta kishe bërë prapë? Patjetër. Edhe një nga e parë. Një forcë tjetër, një frymarrje. Okej, djalit lutem, mi hiq pak këto... A bëjmë dhe njerë? E bëjmë prapë. E bëjmë prapë? E bëjmë prapë? E bëjmë prapë? Mos të sfidoj Altinin atë. Në do ta i të qakë. E vita, që ishte rrugë. Ne nuk duam që ta humim atmosferën, sepse na intereson shumë ajo që praktikisht ndodh në momentin e parë në vendosjen e raportit skenik. Do të dëshiroja shumë që... Do të rëmbej pak, Adi, kështu që do të vazhdojmë bashkë. Altin, dje që Adi është ai që shkruan biografinë më saktë tënden këtu në emision, po unë do përpiqem të bëj atë pjesën time. Pam suksesi jot me Zorbën, i mrekullueshëm, gjithandej i pëlqyer. Cili mendon se është arritja jote më e madhe? Janë shumë. Siç e thatë dhe ju, për mua Zorba ishte një vepër shumë e madhe, e ndëruar nga unë, ta kërceja, po ka dhe shumë tjera. Për shembull, siç është, mbaj mend kur isha i vogël dhe me shokun tim që është Çuni Miltiad Papës, artist, një balerin shumë i njoftur atëre dhe profesor. Kur ishim të vegjël, shkoshim te shtëpia e tij dhe shikonim që atëherë nuk kishte shumë kaseta nga baletet e botërore, por ai kishte nga Don Kishoti, ku kërcente i idhullim që i çdo kërcimtari, Mikhail Baryshnikov. Dhe ai ishte ëndra jon. Mbaj mend që isha unë, Kledi, shokët e ngushtë që ishim, dhe Florian Papa. Dhe shikonim të kasetën, edhe thoshim të tre, thoshim, wow, do kërcem një dite, sa dëshirë kisha ta kërcesha njërë rolin e Bazilios të Don Kishoti. Edhe ja që erdhi rasti, vjetë, për para një viti po, në Teatrin e Operës, më dha rast ta kërcesha, ku erdhi koreografi i njoftur Vasiljev. Do me thënë një ëndër e përmbushur. Një ëndër e përmbushur nga Don Kishoti. Bëra rolin e Bazilios. Pastaj, janë shumë role që unë dua dhe kam dëshirë ta kërcej. E rëndësishme është ajo ëndra fëminore është përmbushur. Ëndra u bë. Edhe gjithmonë kur e marr Kledin them Balula, po kërcej Bazilion, e kërceva una. E sheh që ëndra u bë, ja dola. Ishte një gjë e bukur. Ishte një gjë e bukur. Dhe një tjetër përpara pashtimit vjetor që bëra në përsëri rolin e parë të princit në baletin Arthysi, dhe aty kisha shumë dëshirë ta kërcesha dhe u realizua tash në dhjetor, ku bëra 9 shfaqje si princ. Sërish, do të thënë një ëndër e realizuar, po këto fëmijërisë mbeten më tepër në kujtesë, prandaj të ngacmoj. Sepse ishte ajo ëndra ime, desha të bëja si kështu bën me balerinat. Do të ajo që lindi pasionin për baletën? Ajo. Megjithë ne ishim të vegjël atëherë. Mbaj mend mami. Ku ka lindur pasioni për baletën? Pasioni nuk ka lindur. Ne ishim të vegjël, unë mbaj mend duhet isha 6 vjeç, 7 vjeç, po këtë mbaj mend shumë mirë. Mbaj mamin tim që më mori për dore, sepse siç e pyes, domethënë pse më futi në balet mua ajo. Mbaj mend se unë kisha flokë të gjata të verdha deri këtu. Ja dhe një të veçantë që nuk e dini. Dhe siç më thot mami, domun kërcesha shumë, isha shumë i lëvizshëm. Edhe mami më çoi për dorë, mbaj mend, te kishim komshi një zysh Nora, ka qenë atëre te Pati Pionerëve, për të më parë. E kështu lindi. Shkova aty, u futa te klasa, mbaj mend, kishte çuna dhe goca, po ishin ulur, bëshin pa djom, një pak hapje. Më provoj, pa që unë kisha të dhëna, se ishte të vegjël, po tha, kjo bën. Dhe kështu u futa. Përveç pasionit dhe pak fat, do me thënë, po shumë punë, mbaj mend atëherë. Më pas ka qenë rruga juaj, shumë punë. Perfekte. Pra, prindrit nuk ju kanë penguar asnjëherë, do me thënë, ato kanë qenë shtysa kryesore që ju jeni futur dhe baletit? Dhe sakrificat që kanë bërë ato, do me thënë në kohët e atëhershme, se ne ishim 4 fëmijë, 3 çuna dhe
një vajzë, motra ime që jam shumë i lidhur me atë, dhe... E keni me Kimet atë, motrën e vetme. Motra vogël. Qa ka ngeltu se të tretë shunat ikim. Prandaj dhe unë them shqyqyr që kam bërë 2 goca, sepse do më mbajnë në pleqëri. Se shunat ikim. Si qikëm neve të 3, njërin Kanada, të 2 jemi në Greqi, kurse motra ime ka ngellë këtu dhe i mbanë. Dhe sakrifica që kanë bërë ata për neve, atëre mbaj mend, për shembull mamin time, mbaj mend atëre që ishte edhe atë pak mishin e vetë, ma jepte mu të pjata që të hasha unë, ose mbaj mend... Lodheshe më shumë. Ja, lodhja më e shumëta. Mbaj mend, më pëlqente mua, kanë qenë ato qumshat e trashe, qumshit. Panda. Qumsha panda, bravo. Ma silte, nuk e di ku e gjente, s'ma ka shpjegu akoma, që atë zori gjeshe, dhe më thoshte, mbaje edhe gjithmonë para provimeve, ose kur kisha balet, më qife. Po, vlezët e tjerë, nga që dini më qife, se gjesha bosh. E zbulonin sekretin. E gjesha bosh. Në kam fjallin që i falenderoj, dhe më thëmë, për sakrificë që kam bërë ato prindër. Po, dhe pa tjetër që ato janë minjos, për derisa të shofin ty duke arritur maja të suksesit. Edhe është ajo, dhe më thëmë që një prind, se unë e shof tani me fëmijët e mi, që sa shumë gëzohen kur shofim fëmijët e tyre në arritjen, dhe më që kam bërë, që na morën për dore, edhe tashi nuk e haroj, dhe më thënë, në Zorba, kur ashtu si kërcesha, dhe më thënë, salla ishte e ersirë, po është i çuditshme, dhe më thënë që se si, sytë e mi i shikoja ku ishin. Unë kërcesha i shikoja ku ishin. zemra më shumë. Ma ndjente, po jo, i shikoja, është e çuditshme pse i shikoja, nuk e di pse i shikoja. Po, edhe mendoja, do më thënë, sa krenar do t'jenë ata që shofin çunin e tyre atje, sepse unë ndjeva edhe me gocën time, kur kërcevi atëherë në Zorba kur erdha. Doja kaloja këto, pra tek vajzat tuaja. Do më thënë, edhe ju ja keni ushqyer atë pasionin për baletin, dëshirën për të kërcyer, e kanë marrë nga ju? Ashtu është, po është normal se... Megjithëse me 2 prindër balerin. 2 prindër balerin, me një shkollë baleti atje duke i mbajtur që të vogla në shkollë, ato gjithit në kërcejnë. Goca e vogël është e paparë, dhe më ka një talent, këmbët i qonë, bën sparkata, bën klasa me të mëdhenjt, tashi. Edhe goca madhe, ka talent, me gjithse ne nuk i sforcojnë, me thënë që të bëhen balerina. Po ne kemi dëshirë, unë kam shumë dëshirë, dhe me thënë që të bëhen balerina. Ku ka bukurimët madhe, atë në shifsha, dhe me thënë, dashurin e prindërve dhe krenarin që ku shifshin të unë, edhe ta ndjeshe dhe dinjë ditë për vajzat. Po këto e djeva, kur erdha në Zorba, që erdha këtu, goca imi kështë e shfaqe atje, shfaqe shkollës, shfaqe pare baletit. Dhe nuk e diskutoja që do shkosha, breva bilet për një dit, shkoja dhe të vija. Sakrifica të skajshme dhe prindit. Se nuk e lesha shfaqen e pare, ishte shfaqe pare gocës, balet, 5 vjeç ishte, 6 vjeç. Kur e pa shpert pa që doli, se sa bëri, një sparkat, një këshu me puenca, fillimet, qava. Qava për shiva pak shpejt. Edhe e kuptova që prindit sa krenar janë kur na shohin. Dhe kjo është gjë e madhe. Andaj falenderoj shumë se më kanë ngellë kështu se edhe një herë tjetër kur kisha ardhur duke falenderuar gjithë profesorat, falenderoj profesor Agronin, Arjan Sytniqin, gjithë, harova prindit. Oh, gabim. Dhe kur shkova në shtëpi, ishte mami pak, po ti si na harove neve? Edhe kësa radhe nuk e haroj, i falenderoj shumë, i puth, i dua shumë. Dhe profesorin tim, profesor Dakun. Altin, ne do të vazhdojmë intervistën, por jo bashkë. Do të vazhdoj ajo që ka ndodhur me Klejdin në Athinë, kështu që tani e ndjekëm. Altin, po shumë vënd romantik, pëse më ke sjell mua këtu? Duhet të kese sjell femra këtu. Sa vajza ke sjell? Po, ja, shikoje, shif si është Athina pa fundme këtu, Kledi. Po, me shumë shtëpia. Që do me thënë? Do me thënë ke sjell shumë femra? Pa fund. Ah, okej. Këto, gjithmonë për para se të martosh, a? Po, pra, shumë rrezik ta thoje këtë gjë tani. Pas 2003-shit, po? As njeri përveç gruas vinte më këtu pasaj. Po mirë, me qëra fjala për Melinën. Melina është gruaja. Si jeni njohur, ku u njohët, si ndodhi? Po. Me Melinën, gruaja ime është dhe ajo kërcimtare. Po? Rasi, po shoku imi ngusht, Altin Uta, që më solli këtu, ishte sebepi, a i njofti dhe me grunë. Se ata ishin të shkolla e shtetërore e baletit këtu në Athinë bashkë. Atëherë mbaj mend kërcejemi një teatr, edhe në teatrin e operës, po bëshim edhe ekstra, do më thënë një teatr tjetër, edhe kërkoshim një vajzë.
kishte një duet. Atë ishte teatri Miss Giulia, quaj ai teatri atëherë. Edhe ma njofti shoku im Altini, tha Melina, kjo do të pëlqej shumë, është shumë këngëtare e mirë. Bëm një audision të vogël, edhe kështu u njoftëm aty. U dashuruat. U dashuruam, domethënë Ti edhe i pari ishte apo pjesa jo? e baletit kështu, sikur bëshim dashuri. Unë i pari, të dy. Besoj se të dy ishte. Ai ishte reciproke, domethënë edhe nga pjesa unë ndjeva vetja ime. Dhe ti tani Ndjesha je baba i dy vajzave. Që quhen? I Katerinës, Erina, që është 8 vjeç, 8 vjeç e gjys, dhe Anita që është mbushi tash në datë 27 5 vjeç. Si është Koruti Altini si baba? Si baba, po të pyesësh të tjerët, shokët e mi, të gjithë më thonë, ti na ke prishur emrin e burrave. Pse do e them këtë? Sepse jam si mama. Më pëlqen edhe që atëre që domethënë e mendosha rolin tim si baba, kur do bësha baba, thosha dua ta jetoj fëmijët e mi në çdo moment në jetës tyre. Domethënë i bëj të gjitha. Erina dhe goca vogël Anita. Melina, ne njihemi prej kohësh, por unë sot kam ardhur për Altinin dhe dua të di nga ty si jeni njohur. Unë ja bëra pyetjen më përpara Altinit, po dua të di dhe variantën tënde. Γνωριστήκαμε σε μια δουλειά τυχαία, με πήρε ένας χορογράφος στη σχολή όταν ήμουν ακόμη, ο Αντώνης ήταν ήδη επαγγελματίας χορευτής. Κάναμε ένα ντουέτο και εκεί γνωριστήκαμε και ήταν η αρχή της σχέσης μας. Keni dy vajza të vogla. Si është Altini si baba? Jam shumë kurioz të di sepse është shumë jo e rrallë, po dy prindër balerinë. Είναι υπέροχος μπαμπάς καταρχήν. Οι μικρές τον λατρεύουν, χορεύουν, βλέπουν δηλαδή σαν παράδειγμα τον μπαμπά τους, ό,τι αφορά το χορό και σαν μπαμπά. Αυτά. Kush janë gjërat më të bukura të karakterit të Altinit dhe defektet duhet ta di. Καταρχήν είναι επαγγελματίας σε αυτό που κάνει, πάντα θέλει να είναι πρώτος, professional σε ό,τι και αν κάνει. Επαγγελματικά δηλαδή τον θαυμάζω πάρα πολύ. Θαυμάζω επίσης ότι είναι ένας πολύ καλός πατέρας και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Keni dëshirë që vajzat të bëhen edhe ato balerina apo jo? Duke ditur sakrificat dhe rrugën e gjatë që një balerin mund ose nuk mund të arrijë në një sukses. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι μεγαλώνουν σε μια σχολή τα παιδιά, μέσα σε εμάς, με γονείς, χορευτές. Θέλω δηλαδή και μου αρέσει όλο αυτό να πάρουν ό,τι καλλιτεχνικό υπάρχει, είτε χορός, είτε μουσική, είτε ζωγραφική, δηλαδή αυτό είναι η σχολή, θέατρο, τα πάντα. Τώρα, αν θελήσουμε να γίνουν μπαλερίνες, θα το προχωρήσουμε και θα τους βοηθήσουμε να το κάνουν. Αν όχι, επίσης θα βοηθήσουμε να κάνουν αυτό που θα θέλουν. Χωρίς πίεση, χωρίς push, να μην τις πιέσουμε να γίνουν, γιατί μπορεί να το μισήσουν κιόλας. Θεωρώ ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο να τους δώσουμε, ό,τι καλλιτεχνικό υπάρχει, αλλά από εκεί πέρα είναι επιλογή δική τους το τι θα κάνουν. Okay. Και εμείς θα είμαστε δίπλα τους ό,τι αποφασίσουν. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirë se u kthye. Jemi natyrisht me profesor Shtunin, me Evën, me Korutin, i cili sot ka pasur një tjetër lloj suksesi dhe me siguri duhet i thuash edhe atyre të 10 atë 12 që janë atje që sot ke vepruar dhe në emër edhe për nder të tyre. Pastaj kemi Gertën, motrën e Artinit dhe anjën e vogël bukurashe. E lezetshme do kisha thënë unë. E zgjuar gjithashtu. Ajo është Lulet kryesorja. nuk janë të tuat. Jam njerëzakonisht i prekur dhe më duket një gjë shumë interesant. Ka ardhur momenti, dua t'jap një kënaqësi
profesor Shtunit, kur erdhi Gerta përpara programit, unë i thash, po ne I kemi lulet tona, se kjo më duket I thash e tepërt për ty si motër, tha, ati unë nuk I kam sjellë për Altinin, I kam sjellë për profesor Shtunit. Kështu që ky është momenti. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Në fakt të lule nuk më takojnë vetëm mua, edhe Altinit, në to që për të dy është. Dhe natyrisht Altini do të marrë në emër të publikut shqiptar nga mama e vet një tupë lule, por përpara kthehemi të gjithë dhe shohim sepse Kledi ka intervistuar një personazh të rëndësishëm dhe duam që ti ta shijosh këtë. Sono ballerini che ho conosciuto venendo qui ad Atene, sono veramente un punto di forza per noi e mi ha fatto piacere perché io ho una grande amicizia con l'Albania e con I talenti albanesi, ho avuto occasione appunto anche a Vienna nella mia precedente direzione di avere questa con Opeci o Marbondino per esempio. Ma anche con cantanti, con musicisti, avete veramente una bella fabbrica di talenti voi in Albania, bisogna dire che lì proprio non mancate in questo. E appunto Adonis è un personaggio veramente completo, è un artista che per me è importante, è veloce, ha una tecnica fresca, leggera. Bisogna un po' tenerlo con la disciplina perché quando si ha temperamento e si sa di essere bravi c'è sempre questa cosa, questa voglia di fare e a volte c'è questa bella tensione di lavoro però il ragazzo per me è veramente importante per la compagnia, veramente una delle colonne portanti del mio lavoro coreografico. Non c'è lavoro dove non penso a lui in un certo modo particolare e vedo che si sta sviluppando, non dico maturando perché è già un ragazzo che ha un'età importante, però veramente la parte artistica e ha sempre un sorriso, questa è una cosa che veramente gli invidio, ha sempre un sorriso, è sempre qualcuno che entra in sala o finisce la prova o teatro, balletto, ha un organico la più parte stabile, l'opera vive con I cantanti o I direttori d'orchestra che vengono dall'esterno e I registi dall'esterno. Quindi si trovano a fare dei calendari 3-4 anni, per me è molto importante perché in realtà sono quelle che sono, poi sai quando un ballerino nel processo finale come adesso il Lago di Cigni abbiamo fino a sabato, poi andiamo lunedì in scena direttamente con la prova d'orchestra e poi andiamo pre-generale prima, quindi siamo veramente, e ogni prova è uno spettacolo per me adesso e quindi il fisico, la pressione è talmente forte, se il morale non è alto nessuno va al fronte, lo sa, no? Come in guerra, no? In Albania ho fatto Tirana chiaramente, ho visto spettacoli, ho un ottimo rapporto e anche un desiderio di lavorare da voi e poi ho fatto una bellissima viaggetto sulla costa. Sulla costa ricordo, ho mangiato anche molto bene, stranamente a un ristorante albanese con un cuoco italiano, quindi mi ha fatto molto piacere sul mare. Grazie mille. Grazie a voi, auguri per tutto. Auguri all'Albania, auguri all'Albania, auguri. Renato Mazzella? Zanella. Renato Zanella, koreograf, një drejtor I posaçëm, ka qenë 10 vjet drejtor në teatrin e Vjenës, tani është gati 3 vjet. Kishte kuptuar që ti hyn dhe del në artin tënd me buzëqeshje.
fitore madhe njerëzore. Në emër të publikut shqiptar, tufën me lule e sjell mama jote. Edhe unë ty. Shumë që ma bërë të Me gjithë zemër. Se ndoja për shumë ditës. Po dhe ne, për ne është kënaqësi shumë. Është moment shumë i bukur. Që e du trokisin gjithë dhe unë qaja, se nuk e du trokisin në Shqipëri. Po ja e duar trokitën në Shqipëri. Ajo ishte që unë djalin të ma shikonin këtu në Shqipëri. Do që si ka i brin djaliot që kërcen atje, Altin Koruti. Se njofim. Edhe mbas 18 vjetësh kur ka dalë atë ditë në skenë. Kishe emocion të veçantë. Emocionet të mëdha, edhe tash i kam. 6 faqe është aty. Shika. Jo vetëm unë, po gjithë fisi. Ja blija bileta, edhe merja gjithë fisi në qfaqe. Po, ai është momenti i bukur. Jo gjithë visin, po gjithë mahallën të kishe marrë. Edhe mahallën. Po me jam kurioz të di pse qaje. Zëja Koruti, pse qaje? Nga gëzimi, nga shpirti. Nga shpirti, dhe ndëroja gjithmonë, thoja, po këto nuk lanë vënd të botës, pa kujtu ndonjë nga këto të vegjlit. Po si shku njën këte Greqia afer? Si shku njërë, thoja. Duar trokitja është për zëjën Koruti, edhe për juve. Falenderit. Ka më emocione me këta goja. Falenderit. Adi, unë doje të falenderoja juve. Falenderit, profesor. Edhe Kledin veçanti, që keni bërë një emision kaq të madh, domethënë për kërcimtarët, se dihet që Shqipëria i mban lart kërcimtarët. I dua me thënë të drejtën. Po bëjmë kurs baleti të gjithë bashkë. Po. E sepse e them këtë se kur erdhën në Kledi në Athinë, më thoshin, po çfarë është kjo emision? Thosha unë do bëj një emision shumë të madh. Dhe i tregoja nga YouTube-i, i tregoja emisionin dhe mbeteshin të habitur se si kërcimtarët në Shqipëri i vlerësojnë kaq shumë. Dale të bëjmë një kompliment tjetër. Mbas gjuhës, këtë do thoja, më të rëndësishme kishe ruajtur nga të paktit artista shqiptar që kur ka ardhur këtu nuk ka bërë asnjë gabim në të folur, e ka ruajtur me fanatizëm gjuhën shqipe, që është vërtet për të komplimentuar. Faleminderit. Nëse bëra shumë gabime, kisha emocion. Kemi parë keq që më keq në të. Ne kemi mbritur në fund, duke falenderuar të gjithë ata që morën pjesë në këtë mbrëmje, faleminderit që erdhën në Tiranë. Të gjithë ata që i kemi në Athinë, kjo lule do të vijë edhe për ju. Do takojmë përsëri javën që vjen me një tjetër artist, gjithmonë të botës mrekullueshme të baletit, e cila ashtu si dhe fushat të tjera të veprimtarisë njerëzore që shqiptarët i ka vendosur në pozicione të lakmueshme, të respektueshme, të admirueshme. Na ka sjellë shumë kënaqësi deri të shtunën që vjen, një përqafim nga ne këtu në studio. Afrohemi neve bashkë tashi që të qëndrojmë një çik këtu, derisa të mbyllim programin. Bëjmë një çik bisedë me njëri tjetrin.